Çështja e shkrimeve është çështje e bashkëkotimit të leximit dhe të shkrimit. Koha ime ka qenë ndryshe. Si çdo kohë që i ka ndryshimet e veta. Dikur si fëmijë të lindër në fshat, të edukuar në një frymë krejt tjetër, leximi ka qenë larg, po megjithatë hyrja në shkollë dhe mësuesit e parë ata kanë qenë nxitësit tonë, ka qenë frymëzimi jonë në leximin e veprave letrare. Më kujtohet si sot në klasën e 3 fillore atëherë quhej, kur kam lexuar romanin e parë të Recep Hoxhës, Lugjet e Verdha, ka qenë një nxitje e parë për ty në botën e artit letrar apo poetik. Kështu që vazhdimisht në vejimësi të shkollës fillore nuk kemi pas në atë kohë, unë kur kam qenë nxënës i fillores, nuk kanë organizuar arsimtarët orë letrare, po ko e di faktori ko ka qenë mirë, po me ardhjen në gjimnaz të Dardanës, pastaj kemi fillu me hy pak më thellë, falë dhe angazhimit profesorëve, edhe shpërndarjes së revistave të kohës, kështu që atëherë kanë fillu, unë mund të them, ato shkëndijat e para të artit letrar. Mirë po, fati i gjeneratës sonë ka qenë pak më i dallueshëm për arsye se mundësitë e botimit kanë qenë pak më të kufizuara dhe kështu që kontinuiteti i shkrimeve është rujt, për po botimi ka ardhur pak më vonë. Për të ardhur te vitet e 80-ta që ndodhen demonstratat dhe ngjarje të tjera dhe thua të them se për një kategori apo një shtresë të popullatës, mund të them edhe të krijimtarisë artistike, sikur u cungu apo u ndalu ajo rruga e botimit të veprave të tyre. Kur po e përmen shkollimin, a mundesh më tregu sa e vështirë ka qenë atë kohë me u shkollu? Do e pas parasysh se kushtet kanë qenë shumë trona edhe si a ki dalti? Keni shumë të drejtë, sepse shkollimi i viteve të 60-ta ka qenë me një formë kejt tjetër, nuk ka qenë përkrahja në familjet tona e nevojshme, duhur, shoqëria jonë në ambientet e fshatit nuk e ka ditë peshën dhe rëndësinë e diturisë, kështu që nuk jemi ndalur. Përkundra kësaj nuk jemi ndalur dhe me vazhdimin e shkollimit të metodjeshëm u shkryu një frymë e re në arsim dhe jo vetëm në treven e Dardanës apo Kamenicës, se i kemi bërë qytetet me 2 emra, po megjithatë në tërë Kosovën është kriju një frymë më emancipuese dhe kështu që gjeneratat tona kemi pas fat shkollohemi me një frymë pak ma dëshirueshme dhe ajo ka qenë haprimi edhe për studime edhe për tjera e tjera. Kur ke fillu për me shkru, me pa vetën që ti ki prirje për shkrim edhe e dan këtë punë, a ka pas rast që ndonjëherë ki shkru edhe ki thonë, sot po e mbaj mend, këtë shkrim punistrit ki harru edhe të ka mit penga ajo që e ki harru? Pikërisht e çështja e shkrimeve, kjo çështje është shumë e rëndësishme. Ajo që vjen një herë, po nuk e qiten letër, të thotë harrohet, nuk vjen kurrë. Po unë dhe një pjesë e gjeneratës sime kemi pas një fat ndryshe. Disa mësimdhënës të mirë, me ndonjë krijues që kanë mbajtur orë letrare. Në atë kohë di mbashin edhe takimet e vendlindjes, gjithmonë në muajin maj, në këtë pjesë, dhe vinin shkrimtarët prej Prishtinës, dhe ne me kurreshti i dëgjonin poezitë e tyre, kështu që edhe ne kemi shkarravit në fletorët tona, po i kemi ruajtur ato. Dhe ato që janë ruajtur në vërtet janë pasuria më e madhe, sepse dikur i kemi riprodhuar, apo më mirë themi, i kemi pa se janë vlerat të një kohë që nuk mund t'i zësh mo. A i bane nda ato shkrime që i ki shkru para ca viteve, edhe kur ti lexon, çka të kujtojnë? Po, të them të drejtën, kjo ka ndodhur si pasuri shpirtërore, edhe familjare, edhe arkivore, e arkivit tim personal, sepse disa shkrime ndoshta që nuk janë shkru për të botut, duke mos e ditë, po, që janë ruajtur në fletore, pastaj në librin e parë, kur e kam batu ndrydhja pikës kë, disa poezi, pak kuptohet me modifikim edhe kështu, që e kanë gjetë vendin si poezi të botuara në librin e parë. Pra, pa mundesh më tregu pak edhe për leximin, ama
shumë ka qenë leximi i kërkuar në atë kohë apo tash, nëse e krahason rinin tonde me rinin sot? Të them të drejtën, unë kam punuar edhe pedagog, profesor i gjuhës shqipe në gjimnazin Ismail Qemalit Kamenicës për 30 e sa vite dhe dikon tjetër, po kjo do të më ka shty të njoh. Koha ime, apo koha deri në vitin 1999, kur nuk ishte teknologjia informative apo teknologjia re, si që thuhet sot telefoni i mençur e tjera, leximi është bërë jashtëzakonisht shumë. Më kujtohet në vitin e parë, 2 gjimnast, 3 dhe 4 ka pas vepra të zgjedhura, janë quajtur lektyra, më sa di unë fjalë franceze është kjo, po si do shoh vepra të zgjedhura, edhe ne në plan program kemi pas, unë i ruaj në arkivin tim fletore të mia, çdo ka qenë rubrike posaçme, çdo nxënës me ditë sa ka lexu. Dhe mund të them që notat e shkëlqyeshme kanë qenë të sigurta që do thot për çdo muaj e kanë lexuar nga një libër, kanë pas sipas plan programit të asaj kohë. Dhe mund të them që është lexu. Dhe nga ai lexim sa kemi punu pastaj me nxënës, vërtet janë duke edhe rezultatet e atij leximi, sepse nxënësit kanë shkruar ndonjë artikull gazetaresk, ndonjë poezi, ndonjë rrëfim. Na atëri kemi qujt hartime sodese quhen në shkollat tona, po megjithatë leximi ka qenë shumë i madh se sot, sepse ndoshta edhe vetë shoqëria moderne do thotë ka qenë pak më ndryshe, ke pas